Tregohet një histori shumë e bukur se si pendimi i madh sjell shpërblimin. Në kohën kur ishte Mauriku perandor në Konstantinopoj, ishte një bandit I tmerrshëm në periferitë e Konstantinopojës, që kishte përhapur frikë në gjitha ato zona. Kishte bërë krime të pafund. Dhe Mauriku, që ishte një krishter I devotshëm, kishte dëgjuar për këtë dhe I dërgoi I dha një kryq, e duke I kërkuar që të pendohet se do ta falte. Dhe ky kur pa kryqin, ju kujtua fëmiria, prindrit që kishin folur për Krishtin, për gjithçka, dhe u pendua. Dhe shkoi dhe u paraqit para perandorit dhe I ra një gjuj me lot duke I kërkuar falje. Dhe perandori e fali. Dhe 10 ditë ky qëndroi duke u lutur e duke penduar, sa që shamia e tij ishte lagur dhe ishte bërë qull nga lotët që derdhte vazhdimisht. Dhe ditën e 10 në Trojet, një shenjt I madh që jetonte në atë kohë në një manastir në Konstantinopoj, pa një vizion. Kur ky u paraqit përpara gjykatores. Dhe demonët sollën gjithë mëkatet që kishte bërë ai të shkruar nëpër letra dhe I vendosën në peshore. Dhe peshorja u zhyt nga gjithë këto mëkatet e tij. Dhe ëngjëjt po kërkonin që çfarë mire ka bërë ky që mund ta ndihmojnë. Dhe në duart e një engjëlli u shfaq shamia që ishte lagur nga lotët që kishte 10 ditë ky nga pendimi. Dhe vuri nga ana tjetër të shami dhe ajo tjetra e ngriti dha të tjetrën, sepse pendimi është I fuqishëm. Pendimi I vërtet e ndryshon njeriu. Dhe ndryshimi nuk është në zgjatje të madhe në kohë, po është në cilësinë e pendimit.